E shikove finalen dje, Argentinë? Po, atë shikova, është vetëm ndeshje që kam parë. Edhe aty kishte geopolitik. Shumë. Ishte kryeministri spanjoll, presidenti Po amerikan, do ta trajtojmë një herë tjetër. Kanadas. Do ta trajtojmë një herë tjetër. Për kë ishte ti Argentinën apo Spanjën? Me thënë drejtën, duke qenë që Argentina ka arbresh, isha me Argentinën, po. Futbolli topi është rrumbullakat. Ekipet për cilat unë bëj tifozllëk nuk ishin aty kështu. Italia jonë që Nuk është. 12 vjet nuk është aty. Italia dhe Shqipëria s'ishin kështu. Edhe Kosovën mos harro. Edhe Kosova. Kosova ishte shumë afër tjetër. Po. Ulla, ju kur kemi diskutuar për memorandumin e bashkëpunimit, marrëveshje të memorandumit që u njoft mo, memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet SBA-s dhe Iranit. Ju ishi shumë skeptik. Parashikuat se lufta do të zgjasë. Kush e ka iniciativën në këtë moment? Shiko, mos harrojmë që u mbritën kjo situatë, pavarësisht se u morën vesh për të mos u marrë vesh, se çështja është çdo thot memorandum. Pra u morën vesh që për 60 ditë mos merren vesh. Pra çështja është që kjo erdhi si rrjedhojë e bllokimit të Hormuzit. Një problem inekzistent deri në atë moment. Hormuzi është arsyeja pse? Si duket është bërë mollë sherrri është. Po. Jo, Hormuzi është arsyeja pse? Se Hormuzi ka ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë botërore. Na japi një hartë të Hormuzit tani. Atëherë, për sa kohë ata nuk e lëshojnë Hormuzin dhe këta nuk e kontrollojnë dot Hormuzin të tjerët, aty sherrri kryesor mbetet aty. Domethënë, Irani çfarë bë? Ja, tu kalon 20% e tregtisë botërore. Tani, për sa kohë këta kontrollojnë Hormuzin, këtu bie presupozimi që do të ketë paqe. Çfarë ndodhi kësaj jave? Këta nga Irani bombarduan Jordaninë dhe vranë disa ushtarak amerikanë. E konfirmuar nga burimet të Washingtonit, jo nga burimet e Iranit, se Irani thotë që ka vrarë më shumë. Pra ata edhe një herë filluan të bombardojnë Bahreinin, Kuvajtin, Katarin, Arabinë Saudite dhe Jordaninë. Ndërkohë, Huthët kanë nisur një luftë me Saudinë. Pra, çështja është që arsyet e konfliktit vazhdojnë dhe mbeten aty. Ndërkohë, kryeministri i Irakut sot deklaroi që javën që vjen do shkojë të bëjë një vizitë zyrtare në Teheran. Nuk ka marrëveshje nëse nuk ka një përfundim të qartë të betejës ushtarake, luftarake. Irani tregoi që ka një sistem raketor të frikshëm për t'u admiruar, i cili nuk kontrollohet dot me sistemet aktuale antiraketore.